Pas goditjes që mori për shkarkimin e Erion Veliet, gjykata kushtetuese ka futur në rendite një tjetër çështje që ka irrituar kryeministrin. Bëhet fjalë për një kërkesë nga Unioni i Gjyqtarëve, i cili ka kërkuar rritje të pagës së gjyqtarëve me afro 800 euro. Bëhet fjalë për një çështje që ka shkaktuar debat që në muajin qershor, periudhë kur u depozitua padia. Në atë kohë Edi Rama reagoi ashpër duke ushtruar presion ndaj kushtetueses. Tani unë uroj shumë që shakaja e hidhur e gjykatës kushtetuese herën e parë, të cilën ne e pranuam në heshtje si një lajthitje që duhej ka përdir për hir të respektit me heshtje të një vendimi të gjyqësorit të mos përsëritet. Sepse heshtja ndaj çfarëdo abuzimi, me mbështetjen tonë për drejtësinë, nuk është më një opsion për ne. Për më tepër në këtë rast, ky do të ishte një abuzim madhor, shumë dimensional, që do të cënonte shumë kënd dhe shumë çka, duke nisur nga vetë kushtetuta dhe serioziteti i Republikës së Shqipërisë, shprehej Rama. Por pas disa muajsh shqetësie, kushtetuesja ka vendosur që kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve ta fusë në rendite. Seanca e parë është planifikuar më datë 11 dhjetor ora 10. Kërkesa e Unionit të Gjyqtarëve është kjo: shfuqizim si të papajtueshëm me kushtetutën të nenit 1 dhe 2 të ligjit numër 33/2023 për një ndryshim në ligjin numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, që parashikojnë a. paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë, e cila është e njëjtë me shumëzimin e koeficientit 0.36 me pagën e presidentit, dhe 2. për vitin 2023 paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë për llogaritet sipas këtij ligji nga data 1 prill, duke u bazuar për efekt të përllogaritjes në pagën e presidentit të Republikës me vlerë 425.000 lek. Përplasja mes gjyqësorit, ekzekutivit dhe parlamentit për përllogaritjen e pagave të magjistratëve nisi në vitin 2019, kur kontrolli i lartë i shtetit konstatoi se përllogaritja e pagave të gjyqtarëve bërë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor ishte e gabuar dhe se gjyqtarëve po u mbahej një pjesë e pagës që u takonte në bazë të ndryshimeve ligjore të vitit 2016. Parlamenti ndërhyri në vitin 2021 në ligj dhe bëri ndryshime të tilla që normuan si të drejtë llogaritjen e bërë nga KLG-ja dhe anashkaluan propozimet e KLSH-s. Këto ndryshime u pan nga gjyqtarët si ulje page dhe shkelje e nenit 138 të kushtetutës, ku për të ruajtur pavarësinë e gjyqësorit nuk lejohen ndërhyrje të kësaj natyre. Unioni kërkoi shfuqizimin e ndryshimeve dhe gjykata kushtetuese vendosi në vitin 2022 ta pranonte padin, duke shfuqizuar nenet e ndryshuara të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë mbi pagën referuese. Kushtetuesja i kërkoi kuvendit të rishihte ligjin dhe të qartësonte referencën për pagën e magjistratëve. Në vitin 2023, kuvendi bëri ndryshime të reja nisur nga vendimi i kushtetueses, duke lidhur pagën e magjistratëve me atë të presidentit të Republikës. Ky ndryshim solli rritje të pagave të magjistratëve, siç parashikohej në ligjet për reformën në drejtësi, dhe rriti me 570 lek edhe pagën referuese. Në të njëjtën kohë miratuan edhe ndryshimet në pagat e administratës civile, të cilat u rritën disa herë. Gjyqtarët, paga referuese, të cilëve lidhej tani me atë të presidentit, nuk përfituan nga kjo rritje pagash. Për Unionin e Gjyqtarëve, këto ndryshime bien ndesh me nenin 138 të kushtetutës. Unioni interpreton se shkëputja e pagës së gjyqtarëve nga administrata civile dhe mos përfitimi prej tyre i rritjeve që u bën pagave të administratës sjell në një mënyrë një ulje faktike të pagës, pavarësisht se formalisht paga nuk është ulur, madje është rritur me 570 lek. Unioni thotë se me ndryshimet e sistemit të pagave në vitin 2023 magjistratëve u mohohet një rritje page prej 78.000 lekësh.